Do të bëj një pyetje alla shqiptarësh. Po. Sa shpenzon Pythoni për marketing në vit? Nuk mund ta themi se Do të vë pak në pozitë. nuk mund ta themi se ne kemi edhe të ndara. Pra unë i kam ndarë të gjitha kompanitë, i kam bërë gjithë secili si bëj një plan marketingu dhe një buxhet marketingu më vete. Se siç folëm edhe pak më përpara, secila nga këto kompani kanë strategji të ndryshme marketingu. Unë për shembull, nëse në qendër Pythoni është shumë e rëndësishme që të kem një imazh dhe gjithë realizimin e këtyre fushatave t'i bëj me këtë imazhin, sepse më duhet stabilitet, sueshmëri po krijon një feeling tjetër tek aty njerëzit që të ndjekin, ndërsa në ndërtim unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Unë në ndërtim mund të bëj animim 3D për gjithë pallatin që po vjen, promovoj me një spot për shembull të gjithë pallatet ose rezidencat që Pythoni po sjell. Për shembull, unë kur kam shkuar në një nga intervistat që kam promovuar pjesën e një fushate, jam vesh me hoodie sepse doja që të jepja ishte mëngjes, doja të jepja një vibe tjetër. E kisha bërë me 60% zbritje, me pranverën, me salule pranvere dhe është ndryshe kur unë dal dhe flas për Pythonin, për ndërtimin, sepse nuk kam të njëjtën tipologji. Dali veshur me një këmishë të bardhë, siç jam këtu përpara teje, dhe secila kompani ka buxhetin më vetë. Shikoj shumë për prapja hodha dhe nuk ta thash. Dhe nuk do ta them. Do ta gjej.